po jetoj mes Tiranës dhe Prishtinës. Egli Tako zbulon arsyen pse. Egli Tako ishte e ftuar së fundmi në emisionin Goca Gra, ku jo vetëm që tërhoqi vëmendjen me stilin e saj të rafinuar dhe të sofistikuar, por edhe me qetësinë, maturinë dhe sinqeritetin që e karakterizon. Si përherë, Egli u shfaq elegante në dukje dhe e artikuluar në çdo përgjigje, duke konfirmuar edhe një herë personalitetin e saj të natyrshëm dhe të vërtetë. Gjatë bisedës, Egla Ceno e pyeti: "Po jeton në Prishtinë?" Pyetje që Egli e priti me buzëqeshje. "Po, jetoj mes Tiranës dhe Prishtinës. Më së shumti më lidh puna me Prishtinën, muzika. Është dashuria ime e parë që më mban aty." U përgjigj ajo me ndjenjë. Egli zbuloi gjithashtu se është menaxhuar nga Fifi, e cila është pjesë e kryesisë së kompanisë muzikore ku ajo është e angazhuar. Të dyja artistët jo vetëm që punojnë së bashku, por edhe bashkë krijojnë. Kënga më e re e Eglit, me titull Jetë, është shkruar në bashkëpunim me Fifin, por surprizat nuk mbarojnë këtu. Egli bëri të ditur se ajo dhe Fifi do të sjellin së shpejti edhe një bashkëpunim muzikor, një projekt që fansat mund ta presin me padurim, një paraqitje që konfirmon se Egli Tako është më shumë se një artiste me stil, ajo është një zë i fortë, i sinqert dhe plot përkushtim ndaj muzikës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.